Po si më litë njeri ma pa më dashuruar o tjetë. Nuk ka ecur. Jo, nuk e pranoj. Wow, këto u bën gjeloze si të thuash. Ato ngellon moj Odeta, ato u shokuan, se nuk ja u priste mendja. Nuk erdhi. Në kohën. Nuk erdhi ai momenti, domethënë. E thash, do iki e nuk do kthehem më në Shqipëri. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim, jam e lumtur se do shkojmë në vendlindjen time, do të jemi në Skrapar, në Çorovot. Është një 66 vjeçare, duke më pritur në këto momente, quhet Adriana Mustafa, ka qenë ylli i centralit, më saktë PTT-s së Çorovotës. Por sot ka për të rrëfyer jetën e saj, historinë e saj, eksperiencat e saj dhe padyshim për të frymëzuar shumë gra dhe shumë zonja, pikërisht nga Adriana Mustafa. Hap dritaren sepse është duke më pritur, e kemi lënë sot që të jemi të dyja këtu në live me Odetën. Adriana, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje Odeta. Si jeti e dashur? Faleminderit. Ju si jeni? Mirë, jemi këtu live me Odetën dhe për të treguar transparente dhe me audiencën time, të kam njohur në Instagram dhe jemi patriote të dyja. Po, faleminderit. Jam e lumtur që je nga Skrapari. Edhe unë jam e lumtur që sot këtu në live me Odetën jam e një patriote time. Ju jetoni në Çorovot? Po. E dashur Adriana, rastësisht më kanë dalë videot e tua në Instagram, i kam ndjekur. Dhe më duket shumë interesante mënyra se si komunikon ti me audiencën tënde, apo qoftë edhe me ndonjë shprehje të bukur, do të përcjellësh një mesazh të bukur për ata që kanë vesh të dëgjojnë. Është e vërtet, në çdo video, ndoshta unë të gjitha videot i kam spontane, por e kam një mesazh gjithmonë dhe e rëndësishme është që ai të kapet. Por shumë njerëz shikojnë portretin, detaje të parëndësishme, nuk i mëshojnë mesazhet që mund të ketë. Ne do jemi të dyja sot sepse shumë pak të njohin ty. Ju jetoni në Çorovot, jetoni vetëm apo me pjesëtar të tjerë në familje? Kam një vëlla. Jeton me një vëlla. Keni lindur në Çorovot dhe keni jetuar aty? Po. Kam lindur në 5 shtator të 6 vjetës edhe deri në 24 vjeqe kam jetuar këtu pranë familjes, për familjen time. Që e vogël kam marrë përgjegjësi Odeta për familjen. 2 motrat e mia të mëdhaja janë martuar nga 20 vjeç. E mbas tyre vija unë që isha vetëm 14 vjeçe, që do të thotë që të gjitha punët e shtëpisë ranë mbi mua. Mamaja ishte në punë, babi në punë, ndoshta edhe ishte thënë. Zoti e kishte thënë që unë të mirja përgjegjësi të tilla. Edhe ashtu bëra. Përgjegjësi që në moshë të vogël, që e kujdesur për familjen tënde, por që më pas ti nuk e krijove dot familjen tënde? Jo, nuk ka qenë absolutisht primare në jetën time një familje personale, absolutisht. Ndaj dhe të thash që më mora përgjegjësi se ikën 2 motrat e mëdhaja, nga 20 vjeç ato martuan njëra mbas tjetrës, jo njëkohësisht, unë kisha 3 vëllezër, edhe 2 motra që ishin vetëm ne. 3 motra, sorry. 3 motra, 2 vëllezër që ishim në shtëpi edhe babi me mamen. Kështu që unë nuk e di, ishte thënë që unë të kisha këtë. 13-14 vjeçe unë, 11 vjeçe motra bas meje,
e cila tani nuk është më, e ne të dyja, ajo u merrte me gatimet, se unë nuk isha kështu për guzhinë, nuk I dronja dot ca era, kështu gjërash, nuk isha. Unë merresha vetëm me të larë, me të shplash rroba, shtëpinë, me të shkundur, me të hekurosur, këto gjërat e shtëpisë bënja unë. Në 79-ën unë kam marruar gjimnazjen. Po, në gjimnazin e Çorovotës. Po, kam qenë, me thënë të drejtën, nxënëse e mirë, sidomos në gjule tërsi kam qenë as fare, edhe sa kam marruar gjimnazin, të parasysh këtu ishte ndërmarrja e Sherebelit edhe e prodhimit. Këtu gocat kur mbaronin ato shkollën, pushimet verore shkonin atje. Unë nuk kisha shkuar asnjëherë në këto punë. Po unë gjithmonë sa mbaronte shkolla ikja ke nëna në Tiranë, se mamaja ime I kishte njerëzit në Kamës, poshtë në institut, jo në institut, në Kamës Fera. Unë shkonja atje 3 muaj behar, unë vetëm atje rinja te gjyshit edhe tek dajat. Në këtë vit, në 79-ën, vendosa po shkoj thash në punë edhe shkova në Sherebel bashkë me një shoqen time të ngushtë. Ja 5-6 muaj bënim Sherebelin, me thënë të drejtë e bënim normën, sado që nuk dinim, edhe unë kisha të duart e vogla, delikate, një voç këllkështu unë nga trupi e imët shumë e brisht. Çdo të martë më kujtohet si tani, ju lexonja, më kishin zgjedhur mua që ju lexonja gazetën në ishte dita e informacionit të martave. Po. Historikisht kështu ka qenë, edhe kur shkova në postë, më mbrapa do ta them atë. Nëse punova një 5-6 muaj aty, kur një ditë kur kthej në shtëpi, më thot babi që kemi gjetur një punë tjetër. Kujtë më e më thot mua në PTT. PTT ishte atëre Telekomi I sotëm. Unë kam pasur një tërheqje aq organike, aq shpirtërore me postën, se mamaja ime nga që kishte njerëzit në Kamës, edhe ato të postës gjithmonë nuk kishte telefona fiksa atëherë, s'kishim në përshtëpia, edhe da vinin edhe njoftonin maman hajse të kërkon daja, gjysja nga Tirana. Edhe unë e mbaj më dhe nësotit kësaj dite 5409 numri I Kamzës. Oh my God. Nëjse, u gëzova shumë odeta. Shumë u gëzova, nuk e di, më bëjnë një këshu gjë. U gëzove që të filloj e punë në PTT. Po, shumë. E të nesme, I them kësaj shoqes që Duriki I them nga Sherebeli se kështu më ka gjetur babi punë tjetër në postë. Kjo e ditë që ishte posta, edhe kjo se kishte pas babajnë e vetë në drejtor atëre. Po. Në kohë e parë. Edhe uaja bëri kështu. Ika rrugës tako një shoqe tjetër. Unë monda I them kështu. Do filloj punë në Telekom, në PTT. Edhe kjo tha, atë punë tha ma ka gjetur mua, mama tha dhe mua tha, edhe unë nuk e pranova. O deta, unë më mend si tani. Ja bëra me veten time, pirën në shqyqy që se ke pranuar. Që të shkoj unë. Po, dhe u bëma shumë. Edhe me gjitha ta I thash, po pse I thash unë ajo është puna më e bukur që mund të ekzistojë. Jo, tha, të time o shqyqy, falenderit shumë. Ikin të nesmen me babin ke puna, ke posta. Atëre ishin këto shefat e kuadrit. Po, sa shtu ka funksionuar. Shkojmë atje neve, përshëndetem me atë zotrin, babi, edhe I thot, babi urdhro këtë letrën e kemi marrë nga Këshilli I Qytetit për gocën time që të filloj punë këtu. Edhe ai bëri një gest që ç'është kjo?
Jo, do të unë isha e vogël më thënë të vërtetën e vogël, e ime, si të thash më përpara. Po çneta, ku e bën dot kjo këtë punë, tha? Jo, tha, nuk e pranoj. I tha babi, mos u nxitoj, babi im ka qenë mësues Odeta. Edhe I thot babi, mos u nxitoj, thot se mos e shiko kështu që është e vogël, I thot. Po është aq e zgjuar ai thot dhe aq e shkata sa ju do maniteni, I thot. Jo, e kishte vendosur ai. Okej, hajde tha babi ikim ne, edhe shkuam prap ke këshilli qytetit atje, I tha aty kryetari që kështu nuk na pranovin. Okej, tha ai se do flasun. Në pa neve ikni prap. E shkuam ne, ndërkohë mendove që mund të ketë bërë bisedën edhe shkuam atje. Okej, si me nga e keqa e bërja, I tha hajde tha. Okej, tha babi faleminderit, edhe më tha mua do rish tani apo do ikësh e të vish nesër? Që tani thash una. Mori mua kështu e më çoi ke centrali atje. Ishin tre tavolina atje. Njëra ishte me linjat e qyteteve dhe tjetra me të fshatrave dhe njëra ishte informacioni atje ku pronetoheshin bisedat. Dhe që I thoshin zeron e atëre. Unë me thonë të drejtë nuk e dija që ishin fare këto gjërat. Nuk e di si funksiononte, edhe as fisha, as zheqe, e shoqet më shikonin kështu, nuk më pritën si të thuash me ndonjë kënaqësi ose me ndonjë përkraje kështu. E nejse, do ulemi thash una, këtu I thash edhe do ri. Kaluan 8 orë Odeta, unë atje pins. Erdi prapa I tha do ikësh ta se ka marrë turni parë. Duhet të ikësh. I thash po si ku të ri, thash ose u kam shumë qef. Kështu ta mëndzë me një gjyra fqare. Që dojë të mësoje. Nga pasioni, se aq më përqente. Ndërkohë, I thash do ri dhe turni 2, I thash una. Filluan njerëzit, po dilin edhe po pyesnin, ç'është ajo goca e re që ka atë zërin aq të ëmbël, atë komunikimin aq korrekt, aq me edukate kështu. Wow, këto u bën xheloze si të thuash. Nese, iku kjo ditë. Edhe për 3 ditë më tha mua, mbas 3 ditëve më tha mua, në qoftë se nuk e përvetëson punën në të 3 centralet që ti mbash vetëm për 15 ditë, nuk do pranohesh. Okej, thash una. Me veten time, jo 15, as 5, po 3 ditë mu deshen Odeta. 3 ditë. Për qatë të them, 3 ditë mu deshen dhe unë e zotrova të gjithë centralin. Skrapaleshk mo? Jo, dominonte pasioni. E qartë. Por tani për t'i bërë qik qefin zonës tonë, gratë nga skrapari, kur thonë do t'a bëj një gjë e qojnë dhe në fund. Fillova punë Odeta. Shtë të them, një pasion, një kënaqësi. Sa vite e punove në PTT-n e Çorovodës? Tani 1 minutë. 10 vjet Odeta, kam qenë si të thuash nën këtë trusnin, nën një persekutim mund të them, në një përndjekje të parë. Do me thënë, një pasion Ç'të të themi, I standardit më të lartë edhe më të madh dhe një përndjekje, një persekutim njësojt. Domethënë 2 kahe të kundërta që punonja pa problem fare, të gjitha kërkesat I plotësonja, 10 vjet, vetëm shpirti ime e di, domethënë që në njëran ishte pasioni që punonja dhe kisha dëshirë të mos rreshnja duke punuar,
Dhe ana tjetër që më gërryen të përbrenda, thosha që po mirë më vlla, si ka mundësi që të e di çfarë korrespondence që krijova unë me rrethet? Që flisi. Wow. Pafund. E dashur, Adriana, më lejo dhe të pyes për jetën tënde. Ti fillove punë në PTT, punove 10 vite në post aty në qytetin e Çerovodës, por më pas e ndrove punën, shkove diku tjetër apo punove derisa... Jo, dita më fal pak të lutem. Mbas 10 vjetëve dhe është kryesisht 80-90 vjeta, në 90-ën na vjen inxhinier, një shoku im i gjimnazit dhe duhet ta njohësh ti sepse ai është figurë publike tashmë dhe mund ta them pa problem Muç Nano. Sigurisht, të gjithë e njohim. Unë arrita domethënë në këtë moment që erdhi Muçi, shoqet kisha një përgjegjëse dhe unë do ta them dhe ajo ishte shumë e keqe. Ajo gjunajt veti past. Nuk e di se nuk qa më kam punuar mua ato deta, nuk e ke ide, më se ishte shumë e frikshme si të thua që të ishe një punojse, aq e zonja, aq e mira, edhe të mos ta vlerësonin, po përkundra të është një shprehje bukur. Kush gjuhet? Pema me kokra. Interesante. E nejse, kështu arriti deri në një pikë që i tha kjo përgjegjësia ime Muçit, i tha, shoqja tha nuk e duan fare, tha Adriano, tha, sepse ajo është mendje madhe, është kështu, është ashtu, dhe do të bëjmë mbledhje dhe do ta heqim, nuk diskutohet ai mua vetë. Okej, tha Muçi, e na thritin e të gjithave në zyrë. Do t'jo deta edhe shoqet e ngushta, nga që kujtonin sikur ka që pata u do pushohesha nga puna në atë kohë, edhe me zor flisnin, hoj, thoshta ajo fol, të thuaj ashtu, qarë ankesa shke, ato, qarë të themi, ja, mek. Ngriu njëra, ngriu të 100 sa ishin, unë ngrit Muç Nano. Shoku i klasës. Po, ju dëgjova të gjithave, tha. Një gjë do t'ju them vetëm, tha. Sa për djeni, tha. Sot për sota, Dana tha është ylli i centralit. O deta. Të më thënë, i tha kështu, që e kam Danën, e tha yllin e centralit. Sot për sota është ylli i centralit. Gjelozia filloi më shumë, besoj, nga ky moment. Ato ngelon mojo deta, ato u shokuan, se nuk ja u priste mendja, por doli e vërteta në shesh, u peshua vlera ime. U peshova unë si vlerë, si aftësi që kisha në atë punë, pasioni im. Dhe kontributi që kishe dhënë për 10 vite në postën e Çerovodës. Aty punove derisa doli në pension? Jo deri në pension, dolëm në reform. Kapi reforma, po. Mbas kësaj, Muçi iku, aty u ndruan këto drejtora, gjëra, Odeta ka qenë fatkeqësi e madhe, drejtorat edhe shefa kuadrosh kanë qenë pa shkollë, Odeta. Kanë qenë, ky shefi që s'më pranonte mua në fillim, ta bënte, do të thoshin që ishte me 3 klasë shkollë dhe thoshte kam shkollë partizane. Flasim për vite para 90. Drejtoresha me 8 vjeçare shkollë e mbaruar natën. Kur kam vajtur unë, asnjë nga shoqet e mia në central nuk kishte shkollë të mesme. Nuk kishin as 8 vjeçare, po ta thuash. Mbas meje pastaj kanë ardhur pothuajse ca me gjimnaz. Kanë qenë ato vitet para... 80. Vitet 80. Po, astaj iku Muçi, pas e të ikni, unë më qua në kursin e ndërlidhjes, nga 91-shi, deri në 97-ën u bëra shefe pastaj. Unë që isha problemi i punës. Po.
U bëra shefe dhe erdhi një drejtoresh nga Policani, ishte shefe, ashtu drejtoresh ajo, unë u bëra përgjese, zyrës qendër, shërbimit të telefonit telegrafi shpërndarje, deri në 97 sa u prish situata në gjithë vendin. 97 ka qenë një vit i vështirë për gjithë shqiptarët. Po, pastaj deri në 2004 më hoqën nga në 97 më hoqë erdhi një drejtor tjetër, e më hoqë nga shefe, i ka prapë në central. Deri në 2004 kam punuar në central, në 2004, 2006 dola në reform, dhe në 2007 kam ikur jashtë shtetit pastaj. Pra, gjithë jetën tënde që ke qenë në Çorovod, ke punuar pikërisht tek PTT-ja e Çorovodës. Një jetë e tërë punë, le të themi, që ke dhënë kontributin tënd. E dashur Adriana, çfarë viti emigrove? 2007. Sa vjeç ke qenë në 2007? 47. 47 vjeç. I larguar drejt SBA-ve. Po. Do të pyes edhe për jetën në Amerikë. Përpara se të kalojmë tek jeta në Amerikë, 47 vjeçe sakrifikove shumë për familjen tënde. Kur ishe e re? Edhe për dite. Kur ishe e re, nuk re në dashuri, nuk e provove ndjenjën e dashurisë? Po si më lite njeri ma pa më dashurar o tita. Odeta, që thot Dana ty, në fakt për të pjesë nuk doa të flasë edhe aqë. Jo, nuk do të gacmoj, sa ti të mundesh të flasësh. Di të them që e para në jetën time ka qenë puna, pasioni për puna. E dyta ka qenë për kushtimi dhe gjithë kushtimi familjes time. E treta ka qenë ajo pjesë e cila nuk ka munguar, por nuk ka ecur. Le të themi... Edhe më nuk më vjen keq fare Odeta. Ti nuk mund ta imagjinosh unë për çdo gjë që kam bërë në jetë, të gjitha sa kam bërë, nuk jam pishman për asnjë gjë. Absolutisht. Dhe më vjen mirë që nuk je pishman për asgjë, do thotë ke shijuar jetën, ke shijuar çdo moment të saj përderisa nuk je pishman, dhe kjo është gjëja më e mirë. Nuk do ta them me fjalë e kam shijuar, e kam jetuar jetën me të gjitha gjërat që asaj duhen për të qenë e bukur dhe e pranueshme. Edhe dinjitoze. Më vjen mirë. E dashur Adriana, nuk do të gacmoj shumë, por edhe unë si gazetare kurioze dhe këto historitë e dashurisë më pëlqejnë t'i dëgjoj. Nuk do të pyes për historinë tënde të dashurisë. Nuk arrite në martesë sepse u zhgënjeve. Njerëzit në jetë mund të zhgënjehen, një herë, dy herë, por vjen një moment që e gjejnë dashurinë e vërtet për të krijuar një familje. Zhgënjimi të lëndoi kaq shumë sa the stop, unë nuk do krijoj më familje. Nuk e kisha prioritet, Odeta. Nuk mendonja unë të gjej një burr me patjetër. Nuk, asnjëherë. Unë isha e gëzuar në jetë. Unë punonja. Unë isha e lumtur. Do me thënë, kisha çdo gjë të rregullt me familjen, me njerëzit që kisha në te, kujdesesha për ta. Në çdo aspekt njerëzit e mi kanë qenë persona të mirë mbajtur. Edhe dyta ka qenë ajo që unë në punë, kur iknja, unë iknja e gëzuar. Ishe e lumtur, e qartë, e kuptoj. Jo, ke qenë e rritur dhe vendosje vetë për jetën, nuk është e thonë pa tjetër të martosh, ka plot njerëz që zgjedhin që duan të jetojnë të vetëm, siç ke bërë ti, Adriana. Por prioritet nuk ka qenë për ty. No, nuk mund ta them këtë që kam dashur që t'jem e vetme. Nuk ka ardhur ajo gjëja. Domethënë, nëse punët e mia bëheshin natyrshëm, se cila që duhet u bënte në kohën e vet, po të vinte le t'u bënte. Nuk erdhi. Në kohën. Nuk erdhi ai momenti, domethënë. Nuk erdhi. 2007, në moshën 47 vjeçare, vendose të largoheshe nga Çorovoda jote e dashur dhe të udhëtoje në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në çfarë shteti?
Në Michigan. Isha në Tiranë nga 2004 deri në 2007. Kur të kapi reforma, nga 2004 deri në 2007 ke jetuar në kryeqytet. Në Tiranë. Kam jetuar në Tiranë me 2 nipat e mi, 2 çunat e motrës. Me ata. Në 2007 nika, kisha motrën që kishte ikur në 2005-2006. Dhe me njëherë më dërgoj një garanci dhe për fatin tim të mirë më doli viza edhe ika me njëherë. Ika me mendimin që babi më kishte ikur. Ndërkohë më kishte ikur dhe një motrë. Mamalja ishte plak. E thash do iki e nuk do kthehem më në Shqipëri. Edhe mbas 15 vjetësh, 16 vjetësh nuk rezistova dot. Do me thënë më kapi një mall e një mundim donja thash do iki në Shqipëri sepse më ka marrë malli për shumë njerëz edhe për shumë gjëra që dua t'i shikoj a janë ashtu siç duhet edhe siç dua unë edhe nëse s'jam t'i bëj. Ti ribej vetë gjërat prapë. Dhe kështu ndodhi. 17 vite ke jetuar në Michigan, si ka qenë jeta jote aty? Unë isha ke motra. Motra, ndërkurajta unë e kishte çunin 3 vjeç e gjysëm. Do me thënë iku nga ishte çuni 1 vit e gjysëm kur iku në Amerikë dhe 3 vjeç e gjysëm e gjeta unë. Në 2010 ka lindur dhe goca tjetër, dua të them që të dy këta fëmijë i kam rritur vet. Dhe i dua aq shumë Odeta sa ti nuk mund ta imagjinosh dot. Do me thënë, motra ime, djali ishte në kindergarten, i thonë këto, në parashkollore, ndërsa kur lindi gocën e la 2 muajshe motra me mua. E mbanja unë dhe iku në punë, se atje ku punonte në fillim motra ime nuk u paguante. E qartë. Deja lindjes. E unë e kam rritur gocën vetë, që 2 muajshe. Deri 2 vjeç e kam bajt motra ime në dhomën e vetë. Mbas 2 vjetëve, edhe djalin, edhe gocën kanë fjetur me mua. I ke mbajtur ti. Në dhomën time, në banja unë. Djali që kur vajta, që 3 vjeç e gjysëm deri 8 vjeç, u zinin pastaj i thoshte tamës vetë që unë dua të fles me tezë Dana, ai nuk flinte Odeta. U bë xheloz për motrën. Jo xheloz, po kishte qef të flinte me mua. Ju nuk keni punuar në Amerikë. Le themi Jo. Vetëm në shtëpi. Unë bëja punët si gjithmonë shtëpiake të shpëruar. Adriana, vërtet ne të skraparit jemi një koqire, pastërtore, lajme, shkusi, me pastrojmë, po edhe në mes të Michiganit e ke bërë këtë gjë? Po, është e vërtet Odeta. Mamaja ime thoshte gjithmonë që ti më thoshte mua derisa të vdesësh nuk e për ti lënë të huqe, më thoshte mua. Unë kështu kam qenë Odeta, unë kam qenë me shqybet më aq e dobët, një plan njeri kur thonë se qyshin ngrinja ato tapeta, e qonja diri atje te lagja, e bampe, e bumbe, shkute, ç'të të themu ty. E po, kështu bëja dhe në Tiranë, pastaj kur vajta në Tiranë. Hankoheshin ata të katit poshtë. I thonë se kisha edhe motrën aty me shtëpi edhe xhaxhin. Po. I thoshin xhaxhit, aty që kisha poshtë, ai kishte pas qenë sekretari i parë këtu në Skrapar, në Qorvod. Po. Më përpara, kur unë kam qenë pak sa e vogël. Atëherë nuk e mbanja mend, po e njoha më mbrapa. Ore i thoshte, po qaj kja të mbesën ashtu, vetëm në shkund të qarqave qa nuk shkund aty të dritarja. Më folën mua ata, po mirë tashun, po pres natën, kur binte që u erte, binte dritaret ajo, edhe unë prapë qarqavët. Që pjetë, mjaftoj kjo në Tiranë, i ka në Amerikun,
Edhe aty në fillim ishim në Somerset, tosh ishte një lagje aty, ato ishin shtëpia me 2 kate, 8 hyrje, po 2 kaqe. 4 poshtë, 4 lart. Ne ishim te kati lart. Unë kisha poshtë një Amerikan, ishte 2 fëmijë ai aty edhe ishte ndar nga Nusa, mirë, por ikte që në fitës abaute në darkë vinte ai. E kisha mirun atë. Edhe shkundja aty, nuk më thoshte një gjem, isha për qef. E më thot motra mua, mbas 2-3 vjetësh më duket. Blejm një shtëpin edhe, blejm motra shtëpi. O thot mua, do vemi të shikojmë një qik shtëpin që keni blerë. Po se mos fillon, më thot mua. E më shkunte dhe atje kështu. Naturprove më thoshte mu. Vetëm ime unë venja kështu se tasha unë korba, mos është të vërtet. Edhe do plenohesha, me thënë të drejtë. Vemi ne atje, katin e parë, në bezmen, lartë në katin e dytë, edhe shikojmë një dritare neve që se kishte rjetën. I thot motra, se pas ka rjetën kjo dritarë. E kam i gjanë e ka i dhe ajo, po e kam hequr. Po pse i tha motra? Sepse shkundi, da. Unë më hapë si dhe e përbeshë. E gjitha vëndi ku do shkus. O dita, kush e ka huq, e bën kudo që të jetë, o dita. E bën. E vështirë për të hequr. Ishte amerikane, zonja, nuk ishte shqiptar kësi unë. Ishte amerikane, dim baba dim, kur të dhe. Dhe në dritare shkuste gjërat e kuftoj. E dashur Adriana, më kënaqë, sa herë... Qarqan, ato, kati dytë ishin dhomat e gjumit. Unë sa herë që shkoja të video qesh, kur të dëgjoj ty, por qëndresa jote në Amerikë, le të themi, ta ndryshoj pak sa jetën, por vendose të ktheheshe në Shqipëri, çfarë viti je kthyer? 2004, 2024. Ke vetëm pak kohë që ke ardhur në Shqipëri, 2 vite. 2 vjet, i mbusha në prill. Nuk e ndërmon të largohesh më? Nuk e di. Kam qef të vete edhe një herë, thjesht Odeta, sepse me familjet amerikane rreth e rrotull shtëpisë, më donin shumë, me thënë të vërtetë. U bëre mike me to. E shikoni, do me thënë që unë punonja shumë, do me thënë që unë jam akoma e vogël kështu. E vogël? E dobët, shëndet lige, edhe më respektonin shumë, Odeta. Atje të respektojnë gjithë njerëzit, Odeta. Të ka marrë malli të rikthehesh? Më falë. Të ka marrë malli të rikthehesh për të takuar mikeshat e tua amerikane? Po. Por dua të pyes. Është shumë gjë e bukur kur të flasin ato. Ato kanë një respekt, Dita, e kanë të vërtet. Nuk e kanë si neve. Neve në shumë raste jemi më tepër alojmë nga kortezia. Do me thënë nuk jemi të vërtet. Ne bëjmë si kur i duam, si kur i respektojmë shumë njerëzit, por nuk e kemi organike. Disa, se ata që e qartë. E ndjejnë tanë, po që... E dashur Adriana, kur u ktheve në Çorovod pas shumë vitesh, si të duk, si e le dhe si e gjete? Odeta, unë kam qef që gjërat i bëj si që dua vetë. Edhe ashtu i bërë, edhe po i bëj akoma, se nuk është e letë tani që unë jam plakur, jam edhe pakur, jam ndihem e rëndë, me zorë heci, lodhem shpejt, lodhem shumë, edhe unë kam bërë gjëra si që dua vetë tani prapë. Unë jam e lumtur që edhe të vdes nesër për shembull, gjëra do t'i lë si që duhet. Odeta, kur ka një sebeb, sidomos për keq, njerëzit vinë edhe nuk shikojnë personin, por shikojnë shtëpinë, Odeta.
edhe neve na ka mbetur kjo, te kjo e kemi syri. Po më thonë këta, moj po shiko shëndetin ten, çfarë po të duhet ty të rregullosh shtëpinë tani, e ta bësh si çdo ti. Mi po unë e kam këtë. Meraklie. Ti rregullosh gjëra dhe ti kesh bukur. Jeton në shtëpinë e prindërve, tek ajo shtëpi ku ke lindur dhe e rritur? Po, mendo ti tani kjo është shtëpi 100 vjeçe kur thonë. Dora e babit mungon, ka munguar prej 30 vjetësh. Rënohet njeriu, jo me shtëpia. Edhe mirë do bëhet. Mirë do bëhet. Por, Adriana, po. Unë nuk të thash, po në këtë shtëpi, më përpara, kur ishte babi, këtu po diskutonim një ditë, vetëm Ismail Kadareja nuk ka ardhur. Se Gjevajisht Pahiu, Ali Kodrimja, Dritroa Golli, Shaban Sinani, Odeta kanë qenë miq të babit edhe të shtëpisë tonë. Baba juaj ka qenë mësues, çfarë lëndë ka dhënë? Ka qenë mësues i filloreve në për të gjithë fshatrat e Skraparit. I njohur për zonën. Po, dhe për gjatë gjithë kohës që ishte mësues, për 15 vjet ka mbledhur këngët e Skraparit. Dhe botoj libër. Si quhet i ndjeri baba juaj? Neim Mustafaraj. Neim Mustafaraj ka bërë një punë të madhe duke mbledhur këngët popullore të gjithë zonës së Skraparit dhe i ka botuar. Po, libër. Edhe sa për djeni, Musa Vyshka, nuk e dija e njeh, është shkrimtar. Si se njoh, e njoh. E ditë ka thënë në librin e babit që sikur çdo krahin të kishte nga një Neim Mustafaraj. Ka lënë një vepër, ka lënë një punë të mirë për atë vend. Dhe qofti parajsës, babai, edhe nëna juaj, edhe motra, se pas ke humbur 3 njerëz të rëndësishëm në jetën tënde dhe e besoj atë dhimbjen. E dashur Adriana, por Çorovodën, si e gjete? Kishte ndryshuar Çorovoda? Po, unë kur isha atje Odeta, ju thosha këtyre nipit, mbesës, të lutem më dërgoni çfarë ka ndryshuar nga Çorovoda. Se më thoshin janë bërë rrugët, janë shtruar, janë kështu, janë ashtu. Me dërgoni fotografi, po unë nuk ka rrinja që të bënja si ishte, edhe si ishte bërë po ku, në kë vend. Nuk ishte ikur ajo, nuk i bënja do të përshtatjen. Edhe thosha, aq gjë e bukur, vdiqja për të ardhur, thosha unë. E kisha një shoqe në Amerikë, po ajo ishte në Chicago, edhe po më thoshte mua, po pse do iksha dhe këte, se ishi mirë dhe kështu. Oj ti qubi thashë, nga di se do t'i iki, një nga arsyet përveç atyre të rëndësishme, i thashë, do të vesh fustanet me i thashë, se ngela pa i vesh fustanet me korpë, se s'kam dalë. Këto fustanet s'kam ku i vesh në Amerikë. Kam gjithë të rroba me i thashë, ku, nuk po i vesh. Bukur kjo. Adriana, Çorovoda mund t'jetë bërë më e bukur, janë shtruar rrugët, por është boshatisur. Ka ikur shumë njerëz. Fatkeqësisht është një fenomen jo vetëm për Çorovodën, por për Poliçanin, për të gjithë qytetet në Shqipëri që pjesa më e madhe e njerëzve po ikin çdo ditë më shumë dhe kjo është një fatkeqësi. Odeta, unë kur erdha në fillim, edhe tani, unë nuk paradal shpesh në pazar, edhe ata që më kanë njohur mua dhe që i kanë njohur unë, ata kanë ikur të tërë që ikën që nga vitet 97. Aty ka filluar e gjithë largimi i qytetit
të gjithë njerëzit të kanë ikur në Tiranë ato kohë, në Tiranë, në Durrës, Vlorë, do më qa ishin të qytetet e mëdhaja. E vërtet. Unë kam ndjerë një keqardhja. Unë edhe tani më dhe barku kur mendoj që nuk kam asnjë nga shokët shoqet që kanë qenë. Erdha këtu, as më njihnin, as i njihja. Dalë në pazar 2-3 herë që kam dalë, po nga jeti, unë qa t'ju them, ku ke qenë ndikte i them, unë jam nga fshati. Qa t'i them? Me ka marrë në jam nga fshati. Po dukesh më thonë mua se nuk të kemi parë. Nuk të kemi parë këtu. E kur pyesën, po ti nga je? Po unë jam nuse filanit. As filani nuk e njoh, edhe i them, më thua emrin e vjerrit dhe të vjerrës. Që të njoh, e kuptoj. Ata të viturit. Nuk bëhet fjalë deta, kanë ikur njerëzit që ishin nuk janë më, shumë mungesë. E dashur Adriana, ke 2 vite që e kthyer në Shqipëri, jeton në shtëpinë tënde, së bashku me vllajin. Unë do të uroj më të mirat e kësaj jetës, qofsh një grua e lumtur. Uroj që të shkosh në Amerikë, të takosh mikeshat e tua, të argëtohesh, jeta është e bukur dhe duhet jetuar, por ti e ke jetuar çdo moment të saj, e ke shijuar, e ke jetuar dhe më vjen mirë. Unë nuk them kur, as kam thënë dhe as do them që sikur të kisha këtë, sikur të kisha atë, sikur të bënja këtë, sikur të bënja atë. Unë i kam bërë të gjitha gjërat vetë me zotësinë time, shtëpi të rregullt, personat e familjes të rregullt, falë Zotit kemi pasur privilegj që na kanë rritur ata 2 prindër, domethënë produkti tyre shumë pozitiv, me edukat, me kulturë, të mësuar, të shkolluar, të gjithë. Doja ta mbyllja këtë intervistë, u kënaqa në gjithë minuta që ishin të dyja së bashku dhe po rrëfeje jetën tënde. Doja ta mbylli me një mesazh që ti drejtohesh gruas shqiptare apo bashkëmoshatareve të tua. Kush është mesazhi do përcjellje? Një grua e shkolluar, një grua që ka jetuar për vite tëra jashtë Shqipërisë, është rikthyer sërish në Shqipëri. Adeta, të them të drejtën, unë Instagramin e kam hapur që kur isha andej, kur isha 58 vjeqe, por kam vetëm këto 6-7 muaj që kam filluar të bëj këto video. Që ti jesh aktive. Po, por unë dua të them, është për të ardhur keq. Lën shumë për të dëshiruar kryesisht gratë, Odeta gra, që shikojnë në profilet e tyre, që fatmirësisht dhe fatkeqësisht mund të thuaj kanë jetuar dhe jetojnë jashtë shtetit dhe shkruajnë me sa ashtu komente në për videot e mia, por jo vetëm ke unë. Unë shpesh mendoj që mos më ngjerë hatri, se këto gra, këto kanë sharë gra të mira, të mençme, profesioniste, me intelekt, dhe i kanë sharë. Jo me mua që dje u shfaqa, dhe jam person shumë i thjeshtë, që nuk më ka njohur deri dje, do me thonë, vlen shumë për të dëshiruar sjellja e tyre, edukata e tyre, kultura e tyre. Prandaj them, gra, gocat e bukura simpatike, si mund të shkruajnë keq Odeta saj, është shumë tronditse për mendimin tim. Jepni energji pozitive. Një fjalë mirë është një ditë jete për një person. Boll që atë t'ja japësh nga zemra. Të falenderoj Adriana, të përshëndes dhe të përqafoj nga Tirana. Faleminderit shumë Odeta, inshallah kam qenë Ishte një intervistë e sinqertë, minuta që konsumuam të dyja dhe sinqerisht të falenderoj dhe të uroj më të mirat. Puthje nga Tirana. Mirupafshim Odeta, faleminderit shumë, mbarta bëvë Zoti. Mirupafshim.
Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të këtij live-i. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori njerëzore, me këto rrëfime të sinqerta. Faleminderit miq, takohemi nesër, mirupafshim.